Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në emisionin Sfida Rinore së bashku me mua dhe Davin. Përshëndetje, si jeni miq të nderuar. Sot të ftuar kemi Desara Çibukun, nxënëse e klasës së 8 tek cila shkollë? Andon Zako Çajupi. Tek Andon Zako Çajupi. Mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Desara, ne dim që ti ke pasion këngën dhe je gjithmonë pjesë e aktiviteteve kulturore që organizon shkolla dhe qyteti ynë, apo jo? Po. Kemi përgatitur disa pyetje bashkë me Athaljen për Desarën, të cilat do t'i japim mundësinë të shfaqë jo vetëm pasionin dhe talentin e saj për muzikën, por gjithashtu të ndaj momentet nga jeta e saj si adoleshente dhe përvojat e saj të reja. Gati, Desara? Po. Okej. Gati. Lëma muara në të parë. Okej. Atëherë, Desara, si e menaxhon kohën mes shkollës dhe pasionit tënd për muzikën? Si fillim, merrem me detyrat e shkollës, më pas, kur kam kohë të lirë, 30 ose 40 minuta, këndoj. Okej, ka që thjesht. Po. 30 ose 40 minuta unë këndoj. Okej. S'ka rëndësi, mund t'jenë dhe 25, sa kupton. Mund të jenë dhe 25, mund t'jenë dhe 5 minuta, se është ako nga e këpër në basi. Nuk mjafton një unaza, ndi këndoj. Nejse. Tani, pyetja ime është, nuk të dukur pak e vështirë, do me thënë që të koordinosh edhe mësimet edhe pjesën e këngës? Nëse e do një gjë, do ta bësh. Kaq shkurt dhe kaq pas, do me thënë, sa vjeç je ti, Desara? 14. 14 vjeç, unë 14 vjeç mësova të lidh atletët. Ha? E çuditshme. Zhvillim tepër i madh për brezin që po vjen. Bravo. Okej, bravo. Desara, si është marrëdhënia jote me mësuesit, me shokët e klasës? Shumë mirë, janë mësuesit njërë radhë e parë, janë mësuesit më të mirë që unë mund të pyesja për. Nxënësit, shokët e mi, shoqet e mia, më kanë mbështetur në rrugtimin Se është tim. kështu, kur ke shokët përpara dhe ti këndon, ke atë emocionin fare, ti Athalja ne e dim se si është ajo muhabet. Nuk flas fare. Mësuesi në radhë e parë është prind. Po. Pastaj është mësues. Ai na edukon, na zhvillon, na bën të krijojmë mendime të reja për të gjithë atë informacionin që na duhet për jetën, dhe Athalja gjithmonë është ajo që kundërshton mendimet e mia. Jo, asnjëherë. Duhet ta kuptosh këtë gjë. Asnjëherë në botë. Më fal, kam edhe një pyetje jashtë kontekstit. Cila është kënga jote e preferuar? E preferuar. Se duhet të na dali pak adaj turpi tani, a kupton? Më së shumë ti kam këngë angleze, amerikane. O, bo, Amerikania ime ti. Po. Më thuaj. Një dhe a që s'ka rëndësi. Okej. Ajo që ti e këndon se thua, o ç'a melodi e ka. Ose që të kujtohet më së shpeshti, do me thë kur i ti duke bërë diçka dhe është thjesht kënga e pashtë të vjen në Të vë mendje. mami të lash robat? Apo s'ke arritur akoma? Jo, s'kam ardhur ajo. Ndoshta Espresso nga Sabrina Carpenter. Vazhdo me pyetjen e radhës. Unë një turke dua të lutem. Një turke. Po, Shjeto apo me nëse shiqe. do të kërkoja unë për shembull, me thënë, 2 vargje të vogla, pa të na dali pak ai turpi, a kupton se edhe unë këndoj, nuk ka ndonjë gjë. Edhe unë do këndoj, pse? Do këndoj dhe Do Davi këndoj, po sot. pse edhe unë nga familja artistësh vi më fal. Do këndoj dhe Davi sot. Fillosh ti e para dhe pastaj do këndoj unë. Okej. Okej. Hajde. Hajde një dua trokitje një që të ndihemi pak më të ngrohtë. Now he's thinking about me every night, oh, is it that sweet? I guess so. So you can't sleep, baby, I know, that's that me espresso. Move it up, down, the left, right, oh, switch it up like Nintendo. Hey. So you can't sleep, baby, I know, that's that me espresso. Falenderoj. Ej, ma gjepsëse, të këndoj unë tani? Po. E po dyshe leke në një portë, dale, o, më mbaj ti. Lesi, isha shumë e surprizuar dhe shumë e emocionuar nga performanca jote, sa nuk e mbaj Performanca edhe. ime nuk las një për të dëshiruar. Po, në lutem. pikërisht, prandaj. Ti goce dashur se që në fillim të emisionit e kapur vetëm me mua, se e pa takse vajzën. Asnjëherë në botë pa takse që ti, Sara? Jo, asnjëherë. Pritë Okej, vazhdo, lutem. Atëherë, Sara, Po. cila është lënda që të pëlqen më së shumti në shkollë dhe pse? Anglisht jam, sepse Të pëlqen këngët angleze? po, para e punës, është bërë si gjuha ime e dytë më së shumti e përdorura në jetën time. Okej. Kjo do jetë
Sara, kur të kemi një emision për përdorimin e gjuhës angleze, do të marrim dhe do flasim për diferencimet, për prot dhe për ato që janë... Pse vetëm të gjuhë më falë? Pse vetëm të gjuhët angleze? Po mirë, sepse ajo e tha që është... Gjiste dhe la fukojnë se. Kaq. Kisha më të thënë, okej. Atere, Sara, mund të të flasë Sara apo? Sara, po. Sara, cilat janë arritjet e tua më të mëdha në shkollë? Arritjet tani në thonjë za, kupton se so bësh në gjithë të madhe. Ne, më së shumë ti, unë jam një nxënëse e mirë, jam lartë nëntës, edhe ndoshta ato janë arritjet e mia më të mëdha. Këtu. Po një dua trokitje, sa vje? 14 vjeç, ë? 14, Nxënëse e nëntës. Ndivizin dhe litalë dhe... S'dia ti Lidhja atletë, e theksoj. Vazhdojmë. Atëherë, a të ndihmon mësimi për të krijuar përmbajtje muzikore apo të jep ide për këngë që realizon, ose më saktë, para kësaj? Po. Ke shkruar ndonjëherë ndonjë këngë vet? Po. Wow. Po dalja mo, prit. Të prisja. A vash more? Ç'është kjo Si këngë? titulluar? E ka... Apo se ke vënë një titull? Si ka vënë titull. Ah, okay. Po. Ma se të ndihmoj unë dhe falë, Është a? Po, thuaj. Është në punim me sutë. Po melodinë ja ke bërë? Jo. Po melodin tani, po. Mirë, do na thuash Vargje dy ka vargje. rëndësi. Do na thuash vetëm dy vargje. Okej. Ku t'ju them? Atë që ty Të pëlqen më tua shumë. bom kjo. Te trenin. thash tamam. We're coming for you, boy. Be aware. Your games are done. We're everywhere. I shkruaj më së shumti në anglisht, kështu që nuk besoj se o ti kuptoni. Na ofendoj. Jo, unë e kuptoj se se di shumë mirë anglisht. E kam të mbrojtur, më ofendoj. Ua, më falni. Edhe shiko tani. Me për emrin e këngës, si do ta titullojmë, do të ndihmoj Athalia. Për melodinë jam unë. Po. Okej, super. Okej, e vendosëm. Po. Okej. Do ta firmosësh, në mos ti mami. Shiko këtu të lutem shumë. Kur të hidhet në YouTube kënga, unë dua emrin atje poshtë. Bravo, okej, shumë Do mirë. ja shkruash kështu. Kredica, po. Do ja shkruash dhe Athalia Koçi. U më falë se ka Athalia. Jo, Athalia e kam faleminderit deri. Okej, gabimim, okej. Atëherë, të ka ndihmuar mësimi tek pyetja që ishim për të krijuar. Po, se ndodhin disa herë gjëra shumë interesante, edhe më kanë ndihmuar shumë. Po. Okej. Bravo. Atëre, Nuk si e do ta prisja përshkruaje kështu? ti shkollën tënde me disa fjalë? Shkolla ime e para e punës e dashur, e mirë, edhe mbështetëse. Mbështetje. Okej, shumë mirë. Okej. Mbështetja ka rëndësi Po. në këto kohë që jetojmë. Atëherë, përveç muzikës, a ke pasione të tjera që i ndjek në shkollë, për shembull sport, art, teknologji, përveç anglishtes? Më së shumë të jo, jam shumë e fokusuar tek kënga për momentin. E kënga, po mirë edhe ndonjë si quhen këto lerat, topa djeksi. Se s'kemi lozë, nuk kemi lozë. Topa qëmë me volejboll, me gjë, diçka e tillë. Jo, por në fakt ka marrë pjesë në aktrimet e shkollës. Aktrimet. Po. Pikat. Tani këtu hyre një Shikoj, tani këtu hyre tek ne, domethënë. Po, Kjo është pika më e fortë që unë dhe Athalia kemi. po, qëndron. Është një ndër pikat që ka Athalia, se kjo për mua është më e fuqishme, domethënë, se Athalia është e mi në shkolla, ndonjë, kurse unë, për shembull, kur dua të arris atë notën, bëj kërkesën tek Athalia, se Athalia në gjimnazin tonë e kemi presidente, ta theksojmë, është emisioni joni 4. Në çdo emision. Emisioni joni 4 që flasim për temën që Athalia është presidente, të dashur teleshikues. Okej. Presidente. Mirë, presidente, ha. Okej. Një pyetje e lidhur me pasionin. Cili është pasioni yt më i madh pas muzikës, por pas muzikës? Por, pas muzikës. Se mos ja fut tani Muzika. muzika. Ose thua i kështu Beethoven, jemi rregull, e mbyllim. Kam aktrimin. O siç e tham. Domethënë, në qoftë se ti do të kishe një mundësi zgjedhje pas muzikës, si një profesion ose si një pasion joti, do të ishte aktrimi. Po. Big up dhe për këtu. Okej. Duar trokitje. E gjithashtu në fushën e arteve. Po. Atëherë, cili është ose më saktë, sa kujtimi më i bukur është pak shumë sipëror. Okej.
cili është një kujtim i bukur nga shkolla që do të doje ta ndaje me ne? Ose disa? Mësë shumë ti me shoqërinë. Okej. Me shoqërinë. Do me thënë, ne jemi të interesuar në ato momente ku ju keni qeshur shumë, me thënë, ka rëndo një shok nga Karia se ka ndodhur mu. Po ka ndodhur. Baby. Po ato janë momentet më të bukura që mbahen mend, a kupton? Do me thënë, si mund të mbash mend, ti je 14 vjeç dhe tani të kesh moment të bukur të mbash mend tabelën e shumëzimit, jo se kam ndonjë gjë. Nxënësit duhet të mësojnë, të jenë të përgatitur për ato çfarë nisë dieta, sepse mund të punojmë për eksperiencë dhe na duhet si matematika, si letërsia për të shprehur, si gjuhët e huaja dhe gjithçka që na mundëson shkolla. U shpreh që Vazhdojmë tek Sara. Po. Përveç shoku kur vjen nga Kariga të lutem. Ishim një herë në ekskursion, unë kisha marrë mikrofonin tim sepse kam një mikrofon me Bluetooth. Edhe E di thjesht dëgjoj sa buri tha Bluetooth. ishte Bluetooth. Ua, me çfarë do të shkarkosh këngët në telefon, more? Me MP3. Qëndron. Futu qik në Google të qërome. Futu qik në Google. Në Google. Në Google asja e vëra. Okej. Bluetooth, po. po. Edhe kishim vendosur këngë. Edhe po këndonim. Ishte Në me thënë, çdo gjë ka lidhje me muzikën. Mos e bëj më të normal. Nuk mjafton, diku ishte këtu. Me thënë ishte ajo... Mirë, në rregull. I dim, i kam bërë vetë, more, i kam bërë vetë. Se jemi dhe të mallëngjyrë. Atëherë, a të ka ndihmuar shkolla për ta zhvilluar më së tepërmi talentin tënd dhe si? Po, dhe siç thash më përpara, Dhe nuk po flas vetëm për muzikën këtu, po flas edhe për aktrimin. po. Siç thash më përpara, kanë qenë shokët e mi, shoqet e mia dhe mësuesit kanë qenë shumë mbështetës. Edhe më kanë ndihmuar shumë të eci në rrugtimin tim me artin. Edhe Si e kanë bërë ata këtë gjë? po, Do me duke më lënë mua Hapësirën e nevojshme. Po, Si e hapësirën e nevojshme, nevojshme edhe një duartrokitje vlen. Një duartrokitje mund të japi një hapësirë mjaft të mjaftshme. Por që mendoj edhe fakti që të kanë angazhuar dhe me pjesën teatrale, apo jo, sepse ti the që e marr me aktim në shkollë. Po. Po jashtë shkolle? Jo. Okej. Do të marrim dhe jashtë shkolle, e buga aty, nëse të vi një telefonat ekskluzive në private number. Okej. Nuk është i mirë. Ishim tek humori, tani do kalojmë pak në ato pak momente që ne si adoleshent kemi, duke u ndjer pak sed. Të mërzitur për ju që nuk e praktikoni anglishtën si Sara. Gjuna. Është, do me thënë, kur bën mësimet, fillon këndon, ose kur je mërzitur, si e kalon atë pak mërzin që mund të kesh për brenda? Filloj të këndoj, ndonjëherë filloj të shkruaj këngë për situatën. Do me thënë, kur je mërzitur, ti thjesht këndon. Po. Ulesh në ndonjë cep, apo thjesht kur është trirë babi ose mami me atë pultin televizorit, thjesht aty dhe ti vete au yoga. Jo. Se ka ndodhur. Më beso, ta them unë ka ndodhur. Do me thëmë, David këtë e ka bërë. Patjetër që po. David, të bëjmë pyetje? Ku ke fjetur atë ato? Po se mbaj mend se Okej, në rregull. Më mirë që se mbaj mend. Si që po thosha, më së shumë ti ka marrë në dhomën time dhe nisa të këndoj me sa kisha në tru, edhe kaq. Do me thënë komshin ngelën pa gjuma të natë. Po. Okej. Mirë, okej, shiko, të dëgjosh një zë melodios në mes të natë të zë mirë, po ka dhe si puna ime që këndojnë në qire. Atëherë Sara, a mund të na tregosh për një eksperiencë që të ka ndryshuar jetën jashtë muzikës? Jashtë muzikës. Jashtë muzikës? Do me thënë, teatri, si thash, më përpara. Okej, se këtë e morëm vesh. Atëherë, çfarë të ka bërë ty ta ndryshosh perspektivën tënde në fushën e teatrit? Qofse e kuptove pyetjen. Toleshenca. Mo adoleshenca. Toleshenca. Po më mo toleshenca i themi. Mirë, faleminderit Divi, po për Sarën. Okej. Kërkojmë vesh. Mendoja më përpara se aktrimi ishte një punë paksa e lodhshme ose mërzitshme. Po, por pasi aktora për herë të parë e mora vesh se çfarë super eksperiencë është
bën shok të rinj, ke një eksperiencë në mendjen tënde shumë të bukur, edhe Thjesht i jep përpara, vazhdon përpara, ecën përpara me gjërat e reja. Sa unë për shembull e përshkruaj gjithmonë që teatri është fiksa i vendi ku ti mund të luash, mund të veshësh rrobat e një personazhi të ri, dhe ta lësh jetën tënde pas, duke jetuar jetën e personazhit. po, Dhe kjo është gjë e bukur, sepse shpëton nga realiteti. E mendon ndonjëherë të bësh këngëtare dhe a është synimi yt? po, Dhe prindërit e tu janë mbështetës me këtë. shumë. To ja dhe unë, gjithsesi. Po dhe unë, më pse jo, do dalin në një të ardhme, do them që unë këtë vajzën e kam pas në emision, se isha vetë moderator. Më fal, ishim bashk moderator. E kupton? Po, sa përsa i përket aktrimit, mendo se nëse për shembull ty nuk do të ecte me këngën, ose mendo se mund t'i bësh të dyja, si ka shumë këngëtar që janë aktor. E di. Si ka jo? Anne Hathaway, besoj që. Jo, me mbiemër Carson. Kelly Clarkson apo jo? Më duket se ka Sara dhe ajo, nuk e di se pse, nuk e mbaj mend. Okej, po nejse. Ne Unë kam shumë... Dua ta kërkoj këtë. ne djem të adoleshent vetëm Noizin kemi parë që është bërë edhe aktor. O, Davy. Po mirë, more, se mbase si njohun këta Andersonat që thoni ju. Okej. Atëherë, mendon ti se aktrimi do të ishte një mundësi e mirë për ta zhvilluar në të ardhmen? Dhe a janë prindërit e tu mbështetës për këtë? Po, besoj se prindrit e mi janë mbështetës në çdo gjë që unë bëj. Jo, e paska Sofia, nuk e paska Sara. Okej. Nuk e nisoj. Ka të afër, susë. Një big up të madh për Sarën në fillim, një duartrokitje. Tani një duartrokitje akoma më të madhe për Athalin që e kërkoj në Google, vetëm që të mbështeste mendimin që kishte në kokë. Janë fakte, okej? Janë fakte historike, do na hyjnë shumë në xhep. Cila është ajo gjë që ndihesh më krenare që e ke bërë deri më tani? Kam fituar disa çmime në fakt për këngët e mia. Po, jo këngët e mia tamam, po... Për këngën që ke kënduar? Për këngët me autor që Okej, të është cilat dhënë kanë qenë mundësia në këngët që ke festival. fituar? Zhgaravina dhe Zogu Shokuim. Kam fituar të dyja çmimet e dyta. Tek Zhgaravinat kam qenë 6 vjeç dhe tek Zogu Shokuim kam qenë 8 vjeç. Atëherë, Sara, Po. nëse nuk do të ishe këngëtare, cili do të ishte profesioni yt, diçka tjetër që e ke menduar her pas here? Ndoshta mësuese. Për çfarë? Anglisht. Çfarë pyetje retorike që bëra? Okej, në rregull. Okej. Pyetjen tjetër kur ja drejtosh Sarës do përgjigjem unë. Më fal, vazhdo. Jo, do përgjigjem unë se e di se çdo thot. Okej, Është aktrim, jo, është muzikë, më falni. anglisht? Jo, Më fal. aktrim dhe pastaj anglisht. Okej. Po. Të ta bëj pyetjen ty tani. Po, Sara do bëjmë bingo, e gjen apo jo? Po. Ke ndonjë moment të paharrueshëm nga koncertet apo shfaqjet e tua që mund të na ndash? Gjeje Davi. Besoj jam shumë i sigurt që mund të jetë momenti i parë kur ka dalë në sken, apo jo? Po. Bingo. Ej. Bingo. Se dhe po se që të thoshte jo? Momenti më i veçantë në jetën, në fillimin e një karriere në moshë të vogël, është momenti i parë kur ti del në sken. Po. Është momenti më emocional. Ka nga ata që ja dalin të arin pa emocione dhe pa e ndaluar këngën, ka dhe nga ata që nuk ja dalin do. Mirë, Sara ja ka dalë, kjo është e sigurt. Sara ja ka dalë, Kjo është e sigurt. Fatmirësisht. Po. fatmirësisht. Okej, në rregull. Të vazhdosh tani apo të vazhdoj prap? Dua të ma bësh dhe një pyetje më. Deri me Se është me bingo dhe kjo. Nëse do të mund të udhëtoj në përbot për të kënduar, ku do të shkojë dhe pse? Në Amerikë. Po, në Los Angeles. Sa po do thosha përveç Amerikës, ju lutem, prisni pak. Përveç Amerikës. Në Paris. Mos e thuaj. Paris, stedi la Paris. Paris. O zot, pse na shëton gjuhën Davi. Yes. Atëre, po nëse do të mund të këndoje një këngë për ty, çfarë do të ishte? Amerikane, domethënë. Ska. Okej. Pyetjen e Davi po e transformoj pak më ndryshe. Po. Një nga këngët që të pëlqen ty më shumë. Cila mendon ti se është ajo që të përshtatet, që të tregon karakterin tënd ose të përshkruan ty? Që përshkruan flet për ty në thonjza. Po.
Është një këngë curly hair. Flokët e tua, kaçurela. Mos më fusni në temën e kaçurelave, të lutem. Më fal, kërkoj ndjes. Aq. Nejse. Siç e thash, nga artistja ime, një nga artistët e mia të preferuara, siç thash më përpara, Sabrina Carpenter, Busy Woman. Okej. Po. Okej, në rregull. Kam ngelur tek ajo Cherry. Lady. Put yourself in motion. Love it. Nice. Okej, në rregull. Nëse do të ishe një personazh i famshëm për një ditë, kush do të ishe dhe pse? Përveç kësaj që sapo përmende, Sabrina Carpenter, po. Përveç kësaj? Këngëtarja ime më e preferuar. Celine Dion. Jo. Më e preferuar. Taylor Swift. Po, s'mund të ishte naj Billie Eilish të paktën. Billie Eilish e pëlqen shoqja ime ngushtë, që e dua shumë. E puthe. Me që e puthe shoqen e ngushtë, përmendja dhe emrin. Po, e ka emrin Casey. Casey kush? Virgja. Bërgja. Okej. Të falenderojmë që po na ndje, Casey. Atere. Si do ta përshkruaje jetën tënde muzikore me një fjali? Mund të thuash edhe jam legjendar, janë hapësira. Busy woman. Busy woman. Sa këtë i gjeta vetë. Atere, Do vazhdojmë. do vazhdosh ti dhe një? Atëherë, cila është kënga që të bën të ndihesh më e lumtur gjithmonë kur e dëgjon? Bad boys, what you gonna do? What you wanna do when I come for you. Bad boys. Shake it off, Taylor Swift. Okej, kjo është e bukur. Edhe mua më pëlqen kjo. Nuk jam më tek. A shake it? Po, është e bukur. Po. Okej. Po përpiqem ta përmbush edhe unë me një këngë anglisht, po s'po më vjen. Sorry. Vazhdo tek Noisy. Louis Armstrong, What a Wonderful World. Po. Është e bukur dhe ajo. Okej, në rregull. Nëse do të mund të kishe një superfuqi, cila do të ishte dhe pse? Ajo elastika tek Mr. Fantastic. Lexoja mendimet e njerëzve. Sa e bukur. Unë do doja të kisha të tëra, nuk e di se pse. Jo, Ajo po nejse. Ose të kthehesha në kohë, të bëja udhtim në kohë. Po, ajo e bukur. më mirë ti jesh njeri, them unë. Se për të parë ëndra shojmë të gjitha, kuptoni, përjetojmë. Tani na i përshomë morin, le mos folë Qa morim? Mos folë më. Unë do doja të isha 4 metra i gjatë. Të me janë ajtë çmim Guinness. Pasha. Si thaj, pashaj. Okej, në rregull, atëherë. Ky është miell, more. Cili është vendi më i çuditshëm ku ke kënduar? Mos e thuaj. Të lutem. Do ta them vetë. Më i çuditshëm në ashensor. Jo, t'kam kënduar në ashensor. Shiko? Ç'është kjo? Nga sot e tuti do këndosh në ashensor. Në ashensor? Prit. Ta mendojmë. Kam kënduar një herë në dollap. Po. Në dollap? Në dollap. Në dollap. Keni shumë të përbashkëta ju. Patjetër, po artisti me artistin bet. Desara, ne të falenderojmë për ardhjen tënde në emisionin ton Kaq Energji. Kemi mbërritur në fund. Po, së bashku. Se po më pëlqen të biseda. Po kënaqesh vërtet shumë, më përpoqem të ndihesh edhe sa më shumë komode. Së bashku të tre, një përshëndetje për publikun nga emisioni Sfida Rinore. Shihemi javën e ardhshme me Devin dhe Athalia. Dhe Sarën. Po, për sot. Tani për tani. Po. Ju puthim. Mirë bafshim.